Një prej çifteve më të komentuara dhe më të dashura të edicionit të fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Selim Bollati dhe DJ Gimbo, po vazhdojnë të shijojnë romancën e tyre në nivele mjaft serioze. Së fundmi ndysha është parë sërish në një stok në vendinjën e Gimbos, duke ndarë momente të ngrohta përmes postimeve në rrjetet sociale. Në imazhet e publikuara në Insta Story nga Gimbo shfaqet një ambient i qetë natën në burimin e një stokut ku dallohet Selin, teksa mban veshur të njëjtën kapele me gurme të cilën u shfaq edhe në profilin e saj. Kjo nuk është hera e parë që Selin viziton një stokun. Gimbo ka prezantuar partneren e tij me vendinjën edhe më herët, ku vlen të theksohet vizita e tyre gjatë festës së Bajramit. Ish banorja duket se është përshtatur mjaft mirë me qytetin e origjinës së partnerit, duke i kthyer këtë vend në një stacion të rregullt për momentet familjare, se marrëdhënia e tyre ka marrë në drejtim mjaft serioz e dëshmojnë dhe zhvillimet e fundit rreth bashkëjetesës së tyre. Vetëm pak javë më parë, u zbulua se Selin dhe Gimbo kanë hedhur një hap të madh përpara, duke filluar të ndajnë të njëjtën shtëpi në Tiranë. Ky rikthim në një stok duket si një pushim i merituar, me impenjimeve të tjera që kanë së bashku në kryeqytet.